Kemi pas rastin të shuam duke kënduar, por asnjëherë të jetë pjesë të ndonjë filmi. E kam fjalën për artistin Shpat Deta, i cili kësaj radhe vjen me një ekip të gjerë nga Kosova dhe Anglia, që kanë realizuar një film me një temë shumë interesante, të cilën të gjithë ne e kemi përjetuar. Për detaje më të hollësishme rreth filmit Home dhe ku do të kualifikohet ai në vazhdim, ndjekim bashkë një material të përgatitur Enkas për këtë film. In you go. Right. Heads down. Luft. Dikur po ndodhin ato ngjarje që vështirë se do t'i tejkalojnë ata që i pan nga afër. Tani luftën që ne e kaluam po e përjetojnë popull të ndryshëm anë mban botës. Një gjë na bashkon të gjithë, shpërngulja duke lënë shtëpinë tonë për një vend tjetër. Kjo është ngjarja që bashkoi një ekip të gjerë nga Kosova e Anglia për të krijuar një film të metrazh të shkurtër që pas një viti po sjell frytet e veta. Daniel Mulloj është një regjisor anglez që punoi në filmin e metrazh të shkurtër që paraqet ngjarjen e një familje që migrojnë në një kamp refugjatësh, të detyruar të lënë jetën në vendin e tyre. Filmi është xhiruar në Kosovë, një pjesë e tij, një pjesë është xhiruar në Londër, megjithatë tregimi i filmit, skenari, nuk ka të bëjë me Kosovë. Do të thotë nuk është ky tregimi i refugjatëve të Kosovës, edhe nuk karakterat në film nuk udhtojnë në Kosovë, në fakt ata janë në një lokacion i cili nuk dihet ku është, edhe filmi trajton temën e refugjatëve dhe emigrimit që po ndodh tash nëpër botë. Elmedin Morina është vajza që u besua detyra drejtorit artistik, edhe pse me profesion është arkitekte. Por kushtimi i saj në këtë detyrë mbetet i madh duke mahnitur të gjithë ekipën që ndihmuan në realizimin e këtij filmi. Me realizimin e filmit në fakt jemi shumë të kënaqur, sidomos kur e kemi pa sa mirë janë realizuar vizualizimet edhe ato që Danieli ose regjisori i ka paramendu para se na me marrë pjesën tonë, unë edhe mrina dhe me punu në setat e filmit. Edhe kër e kemi pa, se nuk kemi mri me pa asnjëherë ma herët, deri kër e kemi pa filmin e kompletum. Edhe kër e kemi pa sa mirë dhe sa reali është doke, edhe kër e kemi marrë mendimet edhe të tjerve, ka qenë shumë pasionuese, me thonë. Filmi shtjellon një ngjarje me një familje refugjatësh që detyrimisht do bohen nga shtëpia e tyre për një jetë më të mirë. E duke marrë parasysh këtë fakt, e skenat e nevojshme për të sjellur imazhe tipike të luftave, duhet një punë e palodhshme, sidomos në një vend si Kosova që tani sa kohë lufta ka mbaruar e gjithçka mbetet diçka e shkuar. Muj me thonë Shlirë që më ka bo shumë përshtypje ka qenë performanca aktorëve, që është fenomenale, si aktor të rritun, si fëmijët, më thonë ka qenë një performancë shumë reale, sidomos kur e din storjen është diçka e ndihshme me largu prej shtëpisë, domethënë këtë kjo punë. Shpati është rikthyer në Prishtinë pasi ishte në Londër për disa ditë për të kryer të fundit e tij lidhur me filmin Home, ku mbrapsht po merr kritika të mëdha pozitive. Një shpirt prej artistin nuk është problema që ndron këngëtar apo lëviz në skenat e artit. Daniel Mulloj, i cili është regjisor i filmit, e kam shok të afërt, dhe që dhe kom bashkëpunu me ta në disa spota ma herët, 2 spota të mi. Edhe ati vyke dikush me ndihmu si producent dhe jo menu një kohë derisa më kyç me të kallëzu drejtë dhe më kyç për shkak se një me ka uza më ka doke duhuna edhe më ka doke një sfidë shumë e madhe personale. Për të ardhmen nuk e di, nuk besoj që kisha bo si profesion non-stop, megjithatë për mundësinë e duhun edhe të shpëtute nëse ka sukses nuk i dihet, mundet me ta qelë në derë, unë e gjithë i maj dyrë të hapën, dhe me thonë, tentoj me qenë sa ma besnik ndaj momentit edhe ndaj mundësisë. Ky film ka filluar të shpërblehet, të nominohet e madje për të shkruhet gjëre gjatë në artikujt të tabloideve ndërkombëtare me ndikim në botë. Filmi ka pas në fakt kogja një varione mirë mediatike, ka dalë në Days Digital, ka dalë në Screen Daily, ka dalë në plot disa portale që me kanë ndjekje të mëdha në këtë fushë dhe në Hollywood Reporter. Në film luajn Jack O'Connell dhe Holliday Grainger, janë 2 aktorë kogja të njoftën, bile tash janë të shku të nalë, edhe kjo i ka animu, do me thonë, kësaj, po mas shumë dhe i ka animu vetë skenari i filmit, edhe kauza i filmit, edhe tema cilin e trajton, edhe mënyra që e trajton. Ky film u realizua vetëm me donacione nga organizate të ndryshme, dhe qëllimi i tij është të përhap mesazhin e pranimit të refugjatëve dhe ndjenjet të qëndruarit në këpucët e tyre. Fitime nga ky projekt nuk do të ketë. Të gjitha të ardhurat e grumbulluara do të shpërndahen pikërisht familjeve të refugjatëve nëpër botë.
Ekipi i madh punuan rreth këtij projekti, të gjithë duke u solidarizuar falje tezës së refugjatëve që bëjnë. E në një formë ose tjetrën edhe duke përjetuar ngjarjen së bashku me aktorët, ndoshta edhe pse të rinj kontribut, dhënësit në film kaluan realisht nëpër këtë ndjenjë para 17 vitesh. Edhe unë veç po shpresoj shumë që audiencat për cilat është i drejtuar ky film nuk po i përgrahen këta njerëz. Presoj që te ata ka me ndjell çat ndini njëri që është i detyruar me lënë shpinën dhe me kalu nëpër gjëra të tilla. Pasi fitojnë në Palm Springs International Short Fest, gjasat për të kualifikuar në ngjarjen më të madhe të filmit Oscar janë të mëdha. E nëse kjo do të ndodhë, është hera e dytë që një film nga Kosova do të marrë pjesë në këtë event, e ndoshta edhe para herë që do të shpërblehet me një statutë të artë.